Mirë se jere, mirë se gjitha. Qështë kemi? Mirë, faleminderit. Ka herë në kush në biografi ma gjatë s'ma ka lezu, që që po të falenderoj. Jo, pa tjetër që du të me javë detaje, njerës pak me marrë informata, edhe normalisht se për shka do të flasim, që do të diskutojnë edhe. Një periudhe gjatë, jetësore jotja përshtuar sportit. Dhe më thënë që pas ke nda, jo veç që ke lujt, jo që ke marrë pjesë në klube të njohura të Kosovës, edhe jashtë Kosovës, si Belgjika, që përmendëm atje, mandej Shqipëria, Macedonia, Veriut, por që vazhdove dhe tutje, me gjitha shkollim, gjitha to licenca, edhe nuk ju ndove asë njëherë. A i kemi ndu si fëmi që jeta jote drejt sportit? Faleminderit shumë për ftesën, edhe ju përshëndes dhe ju dhe të gjithë shikuesve. Kur mora ftesën më ardhë, pranua me kënaqësi, ndonë se ju kom hinë hak sektorit sportit të ju, sepse s'po kemi shumë kohë me qenë prezent, por si do që tjetë të shikoj dhe misionin ju dhe me kënaqësi edhe të marrë pjesë, sigurisht që futbolli ka qenë pasion i mi gjithmonë. Unë kom linë në qytetin e Pejës, ku ki linë dhe ti po mduket. Jo, s'kom linë që krejtë, se familja është e Pejës. Kështu që pas ke një minus. Po, një minus të vogël. Edhe ka qenë një pasion i madhe i imi dhe i gjithë gjeneratët që kemi qenë, cilët kanë qenë shumë talentume dhe ata. Disa kanë vazhdu zene familjare, mandej profesione ndryshme, por kemi qenë 2-3 vetë cilët ju kemi përkushtu pak më shumë edhe kemi arrit pak të luajmë edhe në disa klube jashtë qytetit e Pejës, por ka qenë pasion të cilin e ndjek edhe tani edhe nuk me hisit, sepse është një pasion i krijuar kështu me kënaqësinë më të madhe të qysh prej moshës vogël, kur edhe kemi qenë privum ka njerë me lujtë futbol në atë periudhë. Qka, se derisa po flasim, është interesante se rinia e Pejës gjithmonë ka qenë aktive ka sporti. Na të regon edhe vetë tash, për shembull judo, ku ka arrit, edhe në përgjithësi me një lloj sporti janë marrë, a është kjo që ka ndiku familja, apo është vetë ambienti, fryma, ashtu, që kanë përkushtim ndaj sportit, në përgjithësi. Adin, kështu, për një me nostalgji me full për Pejën, tash mos me qenë na fort lokalista, se pak ka rëndësi, po Peja është një qytet me tradit të kaheshme sportive, jo veç futbol, po mund të them që në shumicën e sporteve, po si ka një tradit të kaheshme, ka dhe kështu një tradit rezultative, le të themi, në skuadrat e sajnë bu kampione, në sportet e ndryshme, po kështu kanë arrit medalje ndërkombëtare, deri te medaljet olimpike që është një meritë e madhe drejton Kukës dhe familjes Kuka dhe gjithë atyre qytetësve. Dhe në masë të madhe në qytetin e Pejës si fëmijë asë kohë po shoh edhe tani nuk përcaktohet qysh moshë të re një sport i veçantë. Fëmijët e ndjekin një sport, por Peja ofron shumë mundësi që të merresh dhe me sporte tjera. Shumica prej neve kemi ushtru nga pak edhe sporte tjera veç futbollit asaj kohë, dhe mendoj që është një qytet i cili ka ofruar shumë mundësi, po ka nxjerrë dhe shumë talent të sportit, dhe mendoj që jo rastësisht dhe emri Pejës përmendet sa më lartë nivellet e larta botërore me rezultatet që i ka Majlinda. Fatkeqësisht pak në futboll të vitet e fundit kanë ngec, po le shpresojmë që vitet ka pak, po duhet punohet pak më shumë, unë kam shpresë dhe besoj në ata kolegë që janë atje, që do të ringjallen. Na, mundemi faktikisht me ndalë me njëherë të këto ndeshjet mjaft interesante që ndodhen këtyre ditëve, edhe për Kosovën edhe për Shqipërinë, dhe qysh po i shen, çka po ndodh? A jena në zhvillim e sipër, a jenë të e marrë ma seriozisht, apo çka se dikush ndoshta të unis prej meje, ndoshta si laik i futbollit, nuk po mundem me e definu pse jo ma herët, pse tash, pse kaq suksesshëm, çka po ndodh? Së pari, kur falem këto përfilet e para tona, do të më theksu një fakt që futbolli është sport shumë masiv në gjithë territorin e Kosovës dhe jo vetëm, por në Shqipëri, në gjithë atë shqiptare. Futbolli është një sport shumë i popularizuar, i dashur. Dhe rrjedhimisht ne edhe kemi shumë talent, kemi shumë klube, shumë shkolla futbolli, kështu me radhë, dhe mendoj që është këto të arriturat e tanishme vijnë si rezultat edhe i punës, edhe i kushteve më të mira, e organizimit më të mirë, i hapjes, sidomos të Kosovës, e cila ka qenë për periudhë të madhe e çunguar për shkak të mos pjesëmarrjes në gara evropiane, dhe gjitha këto sjellin një përvojë të re,
një organizim të ri, një mendësi të re, ardha futbollistëve nga jashtë po kështu sjellin atributet të veta, cilësinë e vet, dhe mendoj që dhe në aspektin e drejtimit të ekipeve nga trajnerët është bën një punë e mirë si të Kosova si të Shqipëria me 2 trajnerë të cilët janë kamgullës në strategjinë e vet, janë të palëvishëm në mendimet që i kanë rreth ekipit, ajo pushiet në këto ndeshje dhe mendoj që kjo është arsyeja që kemi ardhur deri këtu. Edhe pse e kemi mri këto rezultate, pra na ka një nuk po më pëlqen ai dëshpërimi i madh kur po hupim, edhe ky gëzimi i tepër kur po fitojmë. Me një në zani mesatore, sepse nuk ka vend për dëshpërim në sport, sepse ashtu si fiton mundesh me hup, dhe po kështu nuk ka vend për ndaj egzaltim të madh i cili mundet mas nej me na sjell situatë dëshpëruese të gjithë, sidomos ata të cilët si puna juaj që nuk jeni shumë aktiv në futboll edhe shkoni me mendjen që Kosova ka me fitu gjithsesi, kurse ajo humbet atë mos më dëshpëru. Pra me pas një farë lloj çësie pak më racionale, kishin më mirë, ndryshe këta na kanë bërë krenar, domthon ka 10 ditë që na po festojmë, pra shihet çfarë impakti ka futbolli, çfarë impakti ka energji për gjeneratat e reja, të cilat i kanë shtytje për karrierë këta futbollistë. Na kur kem lujt, i kem pas të fotografisë në asë kohës, kem pas as mundësi shumë me pa shumë futbollistë botror, por kemi pas në idol të kohës, kurse tash kanë shumë, fatbarësisht i kanë shqiptar, edhe munden me njek rrugën e tyre. Veç cilësive si futbollist, i ki pa në deklarata çfarë gjemve janë, janë shembull i vërtet. Kështu që ajo mund bën krenar, sepse veç tjera është ta fëmijët tonë, mendoj që rrisin pak ndjenjen edhe më shumë patriotike dhe kombëtare se si duhet më përfaqësu shteti. Tash na jem kualifikues, tash me folë me thonë urime se u kualifikuam se jem gjysmë rrugës, por jemi në rrugë të mbarë, si ne si Shqipëria, janë 2 ekipe përfaqësuese që përfaqësojnë kombin shqiptar, edhe që i kanë dyert hapura për të gjitha trevat shqiptare. Momentalisht jemi në situatë shumë të mirë. E strategjia që më përdoret, çysh e shihni ju personalisht? Kena shumë gjasa që na me u kualifiku. Tash është një mundësi zyrtare, cilën duhet me përmend që është kualifikimi zyrtar, ose shkon i vendi i parë si drejt për drejt, ose shkon si i dyti në se ju tash i keni këto ballotazhet, ju ballotazh në play-off. Bëhet në play-off si ballotazhi, ç'është ndodh. Kështu që vendi i dytë shkon në ballotazh. Pastaj është një mini turne ku vendet e dyta luajnë një lojë, mandej luhet edhe një finale me një ekip tjetër. Dhe ky është rrugtimi. A jem me gjasa ajo, unë mendoj që për dal dytit Kosova ka shumë gjasa. Po kështu dhe Shqipëria ka gjasa. Pastaj varet shumë prej kundërshtarëve që na binë në shortës. Se ndryshon shorti aty. Ndryshon kur dolin prej këtu dhe aty nuk dihet pastaj cilët janë kundërshtarët dhe aty pastaj është një situatë tjetër ku duhet më bëni analizë pak parandeshë se jemi shumë herët. Nuk është fair me periodiku se çka mund të ndodhë, se ka lëndime, ka kartona, kështu me radhë. Por a duhet me pas një dozë optimizmi na krejt po jo në egzaltim, po me mbështet këtë ekip të Kosovës dhe Shqipërisë duhet patjetër. Patjetër është si një farë lloj obligimi edhe qytetar, sepse është sport masiv dhe si i tillë na përfaqëson shumë në arenën ndërkombëtare. Diçka që më ka duk shumë interesante të rasti Manaj, me golin e tij, po çush mund të më ndodh njëjtën kohë, do të thonë po flasim për sekunda, humbja e penaltis, që ka qenë më herët, njëjtën kohë japi edhe golin këtë rast minutën e 45. Po, 45 minut me 50 e diçka sekunda që këshin qenë pyetje ndoshta 7-8 sekunda diferencë. Një rasti shumë e veçantë që ndoshta me programu edhe a kish mujt me arrit ajo. Po tash ajo nuk jam shumë që besojnë këto farë, ma shumë e konsideroj si një rastësi. Ma shumë e konsideroj si të tillë. Megjithatë është interesante. Ja. Jo, absolutisht nuk ka gjasë kur gjë më planifikum futboll. Futbolli është një sport shumë i papritur, me papritshmëri të mëdha. Domethënë qysh e ka huq penalltin, ka mujt edhe atë goditje me gjyt mbi port. Domethënë këto janë gjëra të cilat në futboll ndodhin, po çani vërtet e madhe, shumë kisha dorë çat ditë çat top me godit vet. Ti shakon qatë pozit edhe me dhonë gol. Ishke e lezishme. Atë, kur ju thashtë studentave një ditë edhe
potencova diko tjetër, ton thënë edhe na këshim posja, kështu që kish shumë. Aja ke do më thonë shumë e bukur. Ti këthejemi tash malësorit. Na du të me ditë pak ma shumë, do më thonë për gjithë këtë karierën tuaj. Jeni, do më thonë, edhe me licencat të shumë ta prej UEFA-s edhe kretë këto. Në të kalumen a keni mendu në njerë që keni me mëri me u certifiku, jo në aspektin që ju si një oftë, po në krasim me shtetin se kemi pas shumë dalesa, kemi pas shumë kuvizime, menzi kemi hyrë në FIFA, UEFA, kështu në radhë, e dim që që kemi kalu ato me sa gëzim ato ditë. Kështu që a keni mendu gjithmonë flasim ndoshta para shumë vjetëve të licencohem, të certifikohem prej UEFA se kështu në radhë. Kështu që që shka qenë për ju kjo pjesë? Me të thonë të drejten, kur ish shumë i vogël ti me ndonë mu bo futbolist i shkëlqym, mandej kur fillon mu rrit gradualisht si rrjedhoj edhe familjes cilët edhe më kanë nëzit që të mos i ndohem shkollës, mandej gjithë kohës ka qenë një synim jimi që të mirë me futbol, po asisit mos shmangëm nga edukimi, nga shkollimi. Ndonë se ka qenë e vështirë, me plot sakrifica, me plot probleme ndonjë edhe financiare tjera, por me gjithat nësoj të familjes miqve e në kohën kur isha futbolist profesional nësoj edhe të klubeve, sepse aso kohë kam pas pak budget e kështu. Edhe kemi pas mundësi që të shkollohemi, të vijojmë shkollimin në sferën akademike, po në këtë profesionale. Ka njerë po menoj që pak e mungut, kur kom viju këto trajnimet për trajner, sepse unë kom lujt dhe në vitin kampionatin 2011-2012 edhe ta zomë jam kvalifiku për trajner të licencës C e B në atë kohë, diku në vitin 2005-2008. Edhe isha futbolist aktiv, do më thonë, asë kohë ka qenë, po, edhe ka qenë synim, asë kohë ka pas ma djelë shumë trajner cilët nuk ishin arrit, edhe njëtën ku punoja në universitet për vitit 2006-2007, edhe ishte synim gjithmonë që shkollës absolutisht mos i ndohen, po dhe të luja futbol. Dhe këto licencime të shkollimi, këto e në krejtë personale, ka njerë dhe po më vja kesh me full, po sigurisht mas i ma bo në pytjen, sepse na nuk jem një karierë kështu spektakullore, por na kem një karierë kështu normale, që mendoj që duhet me një këshambull të atrit që mu marrë në sport edhe mos më ndo shkollës që është një problem i ditëve të sotme, e që nuk duhet me ndohë, duhet me përqu një mesazh tillë. Po kjo pjesëmarrja ime edhe në futbol, edhe duke qenë kështu njëri për futbolistëve që shkollohesha, mandej duhet mi falenderu edhe mediat, që më kanë mbështet, më kanë ftu në emisione, ose më kanë përkro, ose për shembull në vitin 2005 si futbolist, kom qenë antar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës Futbollit. Mandej kom qenë, unë isha futbolist dhe kom punu në kombëtar në Kosovë si trajner. Do më më qenë i angazhum në atë periudhë kohore. Mandej po kështu në një periudhë tjetër, pas i lash futbolin dhe në angazhimin tim edhe Ministrit Kulturës e Njëzë Sportit, ka qenë një synim tjetër që të pretendu gjithmonë që më shtu që kë nivelli edukimit në hapësirën sportive, veçanërisht ashtë futbolit, kom synu më së kohë edhe në bashkë bisedim me Fadilin Vokrin, me Agim Ademin edhe të tjera aty, që t'iniciojmë procedurat për hapjen e një qendrës edukimit ku trajnerët tonë të licencoheshin dhe kemi arrit vitin 2015 që në kuadër të një bashkëpunimi në Federatën Gjermane, ndonë se alo pa pranu, FIFA UEFA. Kemi arrit që të mbojmë trajnime dhe të kualifikojmë trajner me kualifikime të njohura ndërkombëtarisht. Dhe kështu, gjithë angazhimi im ka qenë që të mundohemi të bëjmë diçka pozitive deri në momentin e pranimit, dhe në momentin e pranimit, sigurisht me pranimin e Federatës Futbollit, mendoj që hapën shumë dyrë. Dhe në këtë hapje dyrëve, besoj ka nërë shpreje, edhe du të vinë shpreje, edhe djemë të rije, vajza të rije, cilë të shkollohen, dhe mundën me dhonë kontributin e vetë. Edhe tash është ma e letë, absolutisht është gjithë shka ma e letë. është gjithë shka ma e letë, po vështirësit për ja kryojnë vetë kjo rinia jonë, sepse e ka njerë kombinin që po dembelohovën edhe nuk për kanë atë pasionin, atë përkushtimin që e kem posna në munges të krejtë këtëne. Po, ndoshta ka njerë, po tomë, situata ka qenë e tilë,
emisioni për më shliru njëra, emisioni për me luftu për pavarësia, emisioni që edhe na si sportist me thonë kontributin tonë, na ka shty ka njerë që me të i kalu ndoshta edhe vetën ose milion edhe këtë që me thonë një kontribut që ditët e sot me të kemë ndoshta edhe një nivel me të lartë të organizimit. Plus, mos të arrojnë të përmendim prej gjitha atyre vështirësive, si prej luftës e kështu me radhë, edhe ona financiare, kanë qenë te për dopta. Më dhonë është ka qenë diçka që ka njerë kishë me thonë dikush me pritu dhe me dalë prej shpis. Se leme me umarë me shumë aktivitete, me gjana. E përmende Ministrinë e Kulturës aty, rinis dhe sportit, cili ka qenë viti që keni qenë pjesë e saj? 2011-2015 ka qenë periuda. Tash për këto 4 vjetë, qysh ke për ju si sportist me qenë pjesë e saj edhe që keni po mërenda, qysh ju ka duk, a ke gabu që ke hy, apo ka qenë shumë mirë që e bo pjesë e saj, dhe më dhonë se lidhe drejt për drejt me ju si sportist? Jo, ka qenë, unë mendoj që ka qenë një periudhë, kështu që e konsideroj si një periudhë shumë të mirë, pozitive, edhe në arritjen time, kështu, edhe profesionale, sepse kur nuk isha pjesë në institucioneve, ti ke një farloj para gjykimi, po edhe i ki disa aspirata, ose i ki disa prishmerit cilat nuk munden më bo. Kur bësh pjesë, edhe fillon me më qasë në gjithë legislacionin, në politikat programore, në këto e shetë që nuk është qaqe letë, mi bo disa gjëra. Me gjithat, është keq me livdu, se për na bjena nuk du, po unë e konsideroj, do shta për shkak të kohës kemi qenë me fatë, edhe po ka qenë vërtet, do shta periudha e ma ndryshme e sportit kosovar. Në rroth të por ka fillu më regullu infrastruktura. Sendi kryesor, pastaj ajo ka qenë periudha e avancimit maksimal të sportit përgjithësi në Kosovë. Për mendimin tim, po, të gjithë janë kontribues, po flas për atë periudhë kur legjislacioni ka fillu më rregullu dhe më kriju një bazë mirë. Ju kujtohet ndoshta rasti Majlinda Kelmendit. Në atë kohë Majlinda ka pas oferta me shku në Azerbajxhan, në Turqi, në plot vende tjera. Madje ka pas oferta kështu marramendse. Prap duhet mi falenderu drejtonin Kukën, cili ka arrit me bindë më ndalë në Kosovë. Që kemi bëna, me shpejtësi maksimale kemi mundu me regullu fushën ligjore, me gjithë dhe mënyra tjera të mbështese që janë mundalë, edhe është ndalë. Dhe tash, sot adet është njëta normativ, njëtat akte në ligjore, të cilat ju mundsojnë këtë në sportistëve që dalin jashtë të gëzojnë pensionin pas i të lënë sportin, nësoj të arritura që i kanë, të marrin shpërblime për medaljet të cilat i kanë arrit, dhe të kenë shumë benefitet tjera. Dhe këto mbi bazën ligjore gjithmonë. Dhe kjo ka qenë një farloj satisfaksioni im në atë kohë që medalj kryelartë prej asoj ministrije në atë kohë, sepse kemi arrit shumë shama, ndej kemi arrit ose është arrit, ma mirë me thonë, në kohën tonë edhe me një punë, sigurisht edhe tonën, pranimin në gjitha instanca ndërkombëtare përfshi Komitetin Olimpik. Vetëm Federata e Futbollit është pas pranu, po ka pas mbet, mu konfirmu vitin tjetër në mars me votat e delegatëve. Kështu që jam pranu të gjitha. Ka qenë një periudhë kështu mendoj shumë e suksesshme, edhe kur flasim për këtë periudhë, atë nuk duhet me lënë anash kontributin e Memlit, i cili ka qenë ministër. Mendoj që e merr meritën kryesore, se fundi janë kom qenë një këshilltar kështu i fundit atë kështu. A ka ditë Memli çka me lyp ajo? Sa marrë prej ministrit faktikisht kërkesat që i bën, po du këto, po du ato, a bëhet kjo, a bëhet ajo. Absolutisht ka qenë diçka jashtëzakonshme puna për kushtimin, serioziteti dhe fair play që ka tregu në udhëheqjen e asaj ministri. Unë jam shumë krenar që kemi bashkëpunu, e potencoj shpesh, dhe unë meritori për gjitha këto që a flasë është ai. Tash stafi këshilltarëve na, unë thashtë dhe një bënë këshilltari fundit atë, i sport, Ministria Kulturës e njësa dhe sportit dhe burë. Nuk është që mirë, po Memli ka qenë ai i cili vërtet ka pos edhe një dëshirë të madhe, të e po dhe gjendin kështu, edhe ka punu me pasion këtë drejtim, edhe nuk mendoj që është refuzu në i kërkes e cila ka qenë drejtim zhvillimit sportit. E tash, ju si këshilltar, sigurisht që edhe vetë fjalla të rëgan këshilltar që e këshillon i ministrin. Kër kine japë këshilla, sa i ka marrë seriozisht Memli? Po, shiko, tash në është edhe e lufta aty që ndodhë në atë aspektin, se cili dënë diçka që me u bo mirë për vendin. Po tash vjen ato konflikte që ndodhin. Ato termat aty janë këshilltar, po në ditë të sotit
nuk ka nevojë kërkosh me pas në këshill kështu të jashtëzakonshme. Ma shumë është bashkëpunim. Edhe unë mendoj që çdo bashkëpunim ose çdo ide që kemi pasur është mbështet për emrin. Madje ka pasur ose kur ka qenë një hap para në shumë situata, për shembull sikur me Federatën e Gjudës, punën e Majlindës, domethënë ku ju ka parapri shumë situata në cilat domethënë ka kriju mundësi që Majlindat ndalet ai ekipi i Gjudës të organizohet më mirë dhe të mbrojë këto nivele. Dhe jo rastësisht edhe ata pastaj kanë shpoll kryetor nderi për punën që na ka bu jo vetëm për Gjudën, por për të gjitha federatat, për rastin konkret për Gjudën. Prandaj ka qenë një periudhë e mirë e bashkëpunimit dhe sigurisht që e kemi pasur bashkëpunim kështu veç të punës, ne kemi edhe raporte shoqërore, kështu që mendoj që është personi i cili i ka dhënë shtytje sportit të Kosovës momentet më të duhura. Po duke shku në Belgjik pak. A ka qenë faktikisht vendi vetëm që keni qenë i angazhuar si sportist, apo keni pasur edhe vende të tjera përveç Maqedonisë edhe Maqedonisë së Veriut edhe Shqipërisë që e përmendëm, normalisht edhe gjitha klubeve në Kosovë. A keni shkuar edhe diku tjetër apo vetëm Belgjikën e keni pas? Jo, në atë periudhë kohë, në ndërkohë para se më shku në Belgjikë, kam pas një lëvizje në Turqi, por kemi qenë shumë të ri, ajo ka qenë periudhë shumë e vështirë. Tash nuk po du me i në detaje, ka qenë koha ndoshta edhe e luftës në atë kohë edhe periudhë papërshtatshme edhe kom viju në Belgjik për gati 2 vite ashtu. Mandej në një rikthim këtu për me pa familjen, sepse tjetën Shqipëria është katru krejt edhe për me pa dhe marrë me pa si situata, me ndihmu diçka. Më ka kontaktu Shinasi Berisha, në atë kohë kisha një lëndim të vogël edhe a insistoj, i ndjeri Shinasi Berisha, i cili ka qenë njëri për i kontribuzëve, ma mbajt sportin Kosovë të futbolit, ka qenë drejtori Prishtinës, i cili insistoj asë kohë e mundal, edhe në bas luftës ka një ekspansion kështu, edhe financiar dhe krejt, edhe... Sa po e kuptoj, në Belgjik keni qenë në periudhën e para luftës? Po, faktikisht ka pas fillu lufta, sepse para luftës, në një periudhë kohë, kur kom marrë në Prishtinë para luftës, njëjtën kohë kom regjistru fakultetin, dhe kom nënshu kontratë për Prishtinën, për klubin e Prishtinës. Edhe kemi zhvillu në një sezon këtu, mandej në fund të sezonës, unë kom shku në Belgjikë. Unë ka qenë një periudhë shumë e papërshtatshme. Domethënë kemi qenë pjesëtar gjitha protestave studentore, si futbollist ose si student. Mani ka qenë një periudha kur kem lëviz, jem rikthy. Pa dosh me zgjatë ta shumë, do më ka qenë edhe në Apollinit Fierit një periudhë kohore në Shqipëri, mandej edhe në Maqedoni e fundit lëvizje që ishte, bile ka qenë ndoshta një periudhë shumë e mirë, sepse moshat të cilën e kisha isha shumë më përvojë dhe sfidat që ishin i përbaloja shumë ma lehtë. Sepse Maqedoni sa isha, unë isha të njëjtën kohë të punua në universitet. Klubi ma kish mundësu atje, me arë një tonë me liqeru këtu, ma ndi gjatë javës atje, ma ndi në vikend ka... Do më thonë, është një situatë pak si e vështirë për me përshkru kur dënë edhe mu shkollu edhe me punu edhe me mu marë me sport. Po, muj me thonë që së të pas ka nda, të njëtën ka 2 obligime, a? Kretë kohër. Po, atë në qysh, kur si e ne pasan e ke malë dush mi bunjo, 2-3 të s'ki qare. Po mirë që me pasjan, dhe më thonë diçka që ke dosh, edhe nuk e dosh. Atë në që është dhe mirë, në falë që po në tërpres. Asë njëherë nuk e marë me punë cilat janë jashtë sportive. Këto e din gjithë kush bashkëpunën me mundë sen. Punës huj, thonë punë ambar, kësaj temës, aty ko qitë nga ka pak me të ndërë. Aty hadet flasim, unë përshë që po na ikin minutat po, që ka po mvynë me ditë prej anës të uj, falim për sportin, për futbolin, për gjithësi, për gjitha ato, po keni prejkë për shamon, vini nga Peja, në Besë keni qenë, pastaj Prishtina, Keku, ku është Keku në cilën? Bilishit. Jo, Bilishit, do më thonë, po lidhën, të edhe me amë nësë kishka bëj. Mandej kemi trepshin... Qëta ki posë fështirë me gjitha. Thash mos t'ga bëj. Mandej kemi trepshin Mitrovica, atje Plamërtarin edhe Drenicën. Lokacione krejt ndryshme prej njëra tjetrës. Po, përvoj e jashtëzakonshme. Po, edhe tash tërgëm për këtyre krejt vendeve që ke qenë përveç PS, se kur tot, aty e rritë e ki ditë mentalitetin, po që shi ki gjithë të vendet tjera. Këtë rast edhe Prishtinës, edhe Prishtina është lera mani. Do shta, Obilisin që e përmende, Mitrovicën, atje ku e Flamërtari, Drenicën, që shi ki gjithë, që ki po, mentaliteti, krejtë ato. është spori të fillu për PS, që i përullna, se cilët personat të se ata më kanë rritë, faktikisht më kanë ngritë,
edhe gjithë trajnerëve që i kom pasë, bashkëlojtarëve, edhe gjithë qytetit që sot e kësaj dite, na kemi qenë fëmijë si talentuar na dëshin. Kështu që për ulje për ta, sepse vërtet më kanë ndihmuar, më kanë dashur. Manej këto lëvizje tjera janë përvojë e madhe dhe përfitim i madh i kulturave, diverziteteve, mentaliteteve. Është një përvojë shumë e madhe. Nuk kisha veçu, sepse ne gjithë jemi shqiptarë, por secili vend i ka disa karakteristika. Keku e ka Obilisin, ke ka Kekun, edhe pak shako, po për shembull e vërtet që Kekun shumë e njohim për shkak korporatës energjetike, po në atë kohë e kemi bërë më njohur edhe me Kupën o Superkupën e Kosovës. Po të paktën bila ka qenë financume për Kekut? Po. Në më thonë ka pas. Ka qenë financume edhe më me i falendëru gjitha këtu klube. Asë njët nuk kom përjetu me mbet bërsh në e klub. Me thonë drejten, kështu unë i falendërej, sepse pa ta që kisha mujt as më shkollu, as me faktikisht as me jetu, se kanë qenë periudat fështira, në një kohë, mandej dikur jemi në gjallë, bukur mirë. Kështu që fer korrekt në fund të gjitha prej ekipeve, po se cilë klub ka batutat e veta, klubet dështoret kanë specifikat e veta, knacin e vetë, merë molli pak me shku në se cilën klub ka pak. Sigurisht ka mbetë shëshria, ashtu që nuk ka të duhet me komuniku edhe. Sigurisht. Ligji i sponsorizimit, a i ka këfjell klubet? Po. A ka qenë diçka e mirë për vetë sportin në Kosovë? Po. Unë mendoj që ligji për sponsorizim dhe donacione është një ligj i cili ka mundësu edhe si rrjedhoj gjithë kjo ngritje e cilësisë sportit në Kosovë, veç mas futbol që ishini që ka një ekspansion kështu, është si rrjedhoj e ligjit për sponsorizim dhe donacione. Edhe unë mendoj që klubeve ju kanë ndihmu shumë që të riorganizohen, të krijojnë cilësi për brenda ekipit dhe jo rastisht i kemi këto rezultate. Tash, me thonë drejten, kemi pas Ballkanin në Conference League, e kemi tash dritën, është Shkëndia të Tovës, një periudhë kohore kur isha unë atër sukon në Shkëndi, nuk ka qenë Conference Liga. Edhe na synojshim me hi në Euroleague, në Eurocup të UEFA-s. Edhe ka qenë shumë e vështirë në atë kohë, sepse në gjirën e katërt, 3 gjiro i kaleshim me mund, 2 vite, gjirën e 4 bike një ekip i fort. Se di sa ekip për cilë një vetë në Aro Milano. Po, e dim këtë na kemi transmitu Po më kujtojë, se kemi pas drejten. Edhe si me te i kalu një shkotër që ashtë madhe, kurse Conference Liga ka dhonë një mundësi më të madhe që këto klube të cilat punojnë, organizohen të mës, që ikin pak këtëne ekipeve të më dhatë, keni mundësi. Dhe fatbarësisht, të fillu prej Ballkanit, dritës së Shkëndis, janë pjesë, edhe në Shqipëri ma herët ka qenë Skënderbeu që ka qenë në grupe, edhe mendoj që kështu kanë përfaqësuar Kosovën shumë mirë, po si rrjedhoj mund të lidh me pyetjen edhe e ligjit për sponsorizim dhe donacion. Ajo që ndoshta unë mendoj që këto sponsorizime edhe këto donacione që i marrin, 1% ta dedikojnë për shkollat e futbollit. Unë mendoj që është një sugjerim kështu që kish pas vend për mendimin tim edhe i ftoj gjithë që bashkangjiten me këtë ide edhe në klubet ku punojnë që tyrat që i kanë 1% ta dedikojnë. Jo 1% shumë të thjeshtë të vogël, por 1% në cilën do të punohet pak më mirë me seriozisht, na nuk guxojmë janë shkalu këtë sferën e edukimit edhe punës me fëmijë. Sa ata janë në ajo. Na nuk mundem me funksionu në ligën e futbollit të marrë lojtar nga jashtë. Po. Se kështu edhe varfnojnë vendin, ata vinë këtu, marrin tolla e quajnë vendin e vet. Eksport parë. Na kem luajt gjithë jashtë, kur kush nuk shpenzon vendin e huaj, po tenton me pru këtu. Kështu që mendoj që investimin në fëmijë në gjenerata të reja është ajo që na pret. Po, përshëndet, edhe një pyetje të fundit, apo mësojnë studentat? Po. E kena rinin më të mirë, rinin më të shnur, studentë të Fakultetit të Edukimit Fizik dhe Sportit janë krenarinë e vete, sepse janë edhe sportist, edhe student gjeme vajza cilë marrin pjesë, fitojnë medalje, luajnë sportin universitar. Ne kemi kriju shumë mundësi për ta, jemi shumë krenar me punën e tëne. Apelojmë që tritë sa ma shumë të ndjekin rrugën në sportet dhe dyrtojnë në të hapën, ashtu që vërtet jam krenar me punën që ata vojnë. Po qëndran, domethënë kultura sportive po qëndran në rinin tonë. E vërtet, edhe jemi një popull sportdashës.
të ski tavolin ku janë që s'flitet për futbol, sidomos se për sporte. Kështu që na duhet me shfrytzu që mentalitet që kemi, që dëshirë për sport, me kanalizu në rrugën e duhur. Kjo na duhet si shoqëni që mos me hu për një, mos me mundësu atëne që dalin jashtë kriju në perspektiva të reja, se kanë vendin e vetë të Kosovën, e Shqipninë, gjitha hapësina shqiptarë. Kështu që është një ftesë që ata, ose se cilë institucion përfshi klubet federata, mi u dhonë ma shumë mundësi, ma shumë investime, dhe ne në fakultet për bëjmë këtë punë. Po mundohem me kriju sa ma shumë mundësi për ta, në mënyrë që ata me pas një perspektivë dhe besoj që e kanë dhe jam shumë i kënaqur. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, Marson Xhambolaj, shpresoj që jo shpresoj, po sigurisht të takohemi edhe në të ardhmen, kështu që ishte kënaqësi me i nda disa fjalë me ju edhe për gjitha punë që e keni bërë deri më tani. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi dhe ime. Tek Latina me partnerët tanë derisa përshëndetemi me Malsorin. Hajde Automita, fillojmë me Automitën.